po hym në një tjetër vit, në një vit të ri, 2026. Ndoshta jeni me barrat e 2025 me shumë pikpyetje për jetën, a mund të bëj Perëndia gjithçka të re? Me këto pasazh dhe me këtë pyetje ne sonte do t'sjellim një inkurajim për të gjithë shqiptarët. Cila është lutja për 2026 dhe çfarë dëshiron Zoti të bëjë në jetën e gjithë secilit? Jemi në këto studio me Fatmir dhe Silvana Spahiu, drejtues të kishës Fjala Gjallë në Thuman të Fushkërujës dhe në Tiranë. Përshëndetje, mirë se na erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi edhe sa bekim që ne e përmbyllim këtë vit edhe sezonin e programit ton me ju. Është kaq bekim. Gëzuar Krishtlindjen e vitin e ri. Gëzuar edhe ju, dhe bekimet e Zotit. Gëzuar dhe gjithë shqiptarëve dhe gjithë atyre që na ndjekin në këtë intervistë. Shumë bekim. Tani më tregoni pak natën e ndrimit viteve, si e keni zakon familja Spahiu? Lidheni bashkë me familjen, a vjen dikush për vizitë, a shkoni diku? Duke qenë se koha e Krishtlindjes dhe fundi i dhjetorit është shumë e ngarkuar për ne, duke festuar me besimtarët, duke festuar Krishtlindjen, preferojmë gjithmonë që kohën e vitit të ri ta kalojmë me fëmijën tanë dhe me prindrit. Është një kohë fantastike për t'ju dedikuar prindërve, të hamë së bashku, të rrim bashkë, të qeshim bashkë. Edhe Silva gatuan apo i bën mami? Silva gatuan, ose i bën mami, ose vjera, varet se ku do t'jemi, ose nga prindrit e mi, ose nga prindrit e pastor Fatmirit. Shumë bekim. Tani dëgjoj pastor shumë të krishterë, edhe njerëz në përgjithësi që thonë ne tani nuk e festojmë më vitin e ri, siç e kemi pasur për zakon edhe tradit. Po për ju, si është kjo simbolika e 31 dhjetorit, pra kalimi nga një vit në një tjetër? Po, festimi i vitit 3, kalimi nga 31 dhjetori në 1 janar, mund të bëhet bestytni si çdo gjë tjetër që mund ta kthesh në të tillë. Por ne nuk besojmë dhe nuk besojmë se duhet dhe nuk ka pse të kthehet në bestytni. Nëse njerëzit e kthejnë në bestytni me idenë që 31 dhjetori dhe kalimi në 1 janar do ja ndryshoj jetën, si festuam, si nuk festuam, ky fenomen, kjo ngjarje nuk ndryshon absolutisht asgjë. Çfarë ndryshon jetën e njerëzve është vetëm besimi tek Perëndia. Kjo ditë feste nuk do ishte keq të na gjente në lutje, na gjente me syt nga Perëndia për ndihmën e tij, na gjente në lutje me mirënjohje për atë çfarë kemi kaluar në vitin e kaluar dhe me vesh hapur për ato plane dhe gjërat mira që Perëndia ka për ne vitin që vjen. Kështu që nuk mendoj se është diçka për të mos e festuar, aq më tepër që e shikoj gjithashtu edhe si një mundësi të artë që të mbledh familjen së bashku, të mbledh vëllezërit me njëri tjetrin, të mbledh fëmijët me prindrit. Jemi duke parë se familja është vazhdimisht në sulme vërtet jo të rehatshme për to. Fëmijët të rinjt janë në rrugëve të botës duke kërkuar një jetë më të mirë. Shpesh herë shohim prindër të cilët janë vetëm në familjet e tyre dhe nuk kanë askënd afër për të ndarë jetën e tyre, për të ndarë gëzimet, hidhrimet, shqetësimet. Perëndia ka krijuar familjen që të jetë një oazë dashurie, një oazë shplodhje, një oazë ku vëllezërit, familja mblidhet së bashku dhe marrin forca të reja për të përballur jetën. Një mundësi e artë për të mbledhur së bashku dhe për të festuar dhe për të gëzuar. Kjo jetë ka plot dhimbje, ka plot lëngata, ka plot gjëra me cilat përballen njerëzit. Ja vlen që të festohet, ja vlen që të gëzohen, ja vlen që të ndalojnë dhe të ndajnë me të afërmin dhe dashurit. Kështu që unë kështu e shoh dhe e shikojmë si diçka për t'u inkurajuar, jo diçka për t'u penguar. Sigurisht që festa e ndrimit viteve për ne nuk ka rolin e Krishtlindjes, nuk ka rolin dhe peshën e Pashkës. Për Krishtlindjen e kujtojmë dhuratën më të madhe që Perëndia i bëri njerëzimit duke dhënë birin e tij. Gjithashtu për Pashkë kujtojmë vdekjen dhe ringjalljen e Jezusit dhe që ai hapi rrugën për shpëtimin e gjithë botës. Nuk krahasohen këto festa me festën e ndrimit viteve, po është një mundësi e artë për të festuar dhe kështu e shohim. Mundësi gëzimi.
për të mbledhur bashkë. Absolutisht. Tani, po të flasim për sfidat edhe fitoret që ne mund të kalojmë brenda një viti, pak rëndësi ka, nëse si anojnë, se nga anon peshorja. Unë do doja të ndalesha tek diçka tjetër që besoj është më e rëndësishme për gjithë secilin prej nesh, por unë do doja të dija për ju personalisht, 2025-a, si ka ndikuar në marrëdhënien tuaj me Zotin dhe necjen krah për krah me Zotin? 2025 ka qenë një vit, le të themi, jo me pak dallg, kemi kaluar disa dallgë dhe disa sfida, por si fëmijë Zotit, unë besoj që mënyra se si ne zgjedhim të shohim sfidat tona, përcakton shumë se si do t'i kalojmë ato. Dhe teksa i drejtojmë sytë e kreu dhe plotësojnë si besimit tonë, tek vetë Zoti ynë Jezus Krisht, sa do të forta të jenë dallgët, ai është aty me ne. Nëse ne zgjedhim që gjithmonë të ngrihemi, sepse asnjëri nuk quhet që dështoj për sa kohë lufton për të ngritur prap. Nuk është problem të biesh. Nëse rrëzosh, ngrihu prap, sepse shpresa brenda teje, që është vetë Zoti Jezus Krisht, është aty për të thënë ngrihu prap, do ta provojmë sërish. Dhe Zoti nuk e le kurrë të drejtin, pa shpresë, pa forcë, pa inkurajim edhe pa ngushëllim. Dhe ky viti, siç po thoja, ka pasur disa dallgë, por unë preferoj mos të shoh tek ato. Unë preferoj të shikoj të rezultati pas tyre, dhe preferoj të ulem dhe të ndaloj dhe të numëroj bekimet e mia. Të shoh të gjithë shenjat e Zotit tim Jezus në familjen time, apo në jetën e besimtarëve në kishën tonë. Preferoj të ndal fokusin tim tek këto gjëra. Sfidat do të jenë gjithmonë atje, sfidat gjithmonë do të kemi derisa të shkojmë tek Jezusi, por ne zgjedhim të fitojmë, ne zgjedhim të luftojmë, ne zgjedhim të shtrëngojmë njëri tjetrin e të jemi mirënjohës çdo ditë. Sa bekim. Është një varg në Bibël te Psalmi 23, që ne vazhdimisht ja citojmë njëri tjetrit, e kemi në lutje, është refreni ynë. Edhe sikur të kaloja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asgjë e keqe. Sepse ti, Zot, je pranë meje. Shkopi yt dhe thupra jote janë ato që na japin zemrën. Ne preferojmë që fokusin mos e kemi tek sfidat dhe dallgët e jetës, ato aty janë. Por fokusi ynë nuk është tek lugina e hijes vdekjes, është tek besnikëria e pranisë Zotit që është me ne dhe që premton se do na kalojë në krahun tjetër. Kështu i kemi përballur dhe kështu i përballim sfidat e jetës. Kështu ruajmë veten, ruajmë zemrën dhe kemi qenë gjendje t'ja dalim me hirin e Zotit. Amen. Dhe unë sot gjatë gjithë ditës isha duke menduar që nëse ky vit më gjen ose na gjen me Zotin, kemi fituar. Amen. Absolutisht. Absolutisht. Kemi më të madhin. Brenda nesh dhe në krahun tonë. Pro, kush do t'ishte një pikë e fortë e jona që çdo vit duhet ta jetojmë për të përballuar gjërat që ne na vinë? Ka shumë pika, po ndoshta një, kë do të theksonit? Unë do lexoj vetëm 1-2 vargje që Jezusi na i premton dhe na i thot në shkrime, e mendoj se mos mirë e shprahin këtë që je duke pyet. Më kujtohet tek Gjoni 14, vargu 1, Jezusi thot, zemra juaj mos u trondit. Fakti që është duke thënë zemra juaj mos u trondit, është duke na lënë të ditur që do ketë mundësi, do ketë tundime, do ketë plot raste që të tronditet zemra, po ai na bën thirrjet mos na tronditet zemra. Mos kemi pra frikë, por thot besoni në Perëndin dhe besoni edhe në mua. Besimi tek Perëndia, besimi në Jezusin, është pika jone fort për t'ja dalë dhe për të përballur çfarë do lloj sfide, sa do tronditse të duket dhe të vi kundra nesh. Gjithashtu Jezusi thot po tek Gjonit 16 vargu 38, ju a kam thënë thot këto gjëra, që të keni paqe në mua, në botë do të keni mundime. Por merrni zemër, unë e munda botën. Amen. 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 Nëse do mund të shtoja diçka që le të themi është refreni i zemrës time, është ai pasazhi tek Hebrejt ku flitet për Abrahamin, ku Zoti u përbetua në veten e tij, duke i thënë që sigurisht që do të të bekojë dhe do të shumoj fort. Edhe i dha një spirancë, dhe kjo spirancë është vetë Zoti ynë Jezus Krisht. Më ka rastisur një herë, kam qenë në Saran me pushime, edhe ngrihem diku nga mesnata, ishte stuhi.
dhe kishim shtëpinë diku në kate të larta dhe duke i gjithë deti përballë. Po. Stuja ishte kaq e fortë dhe në mes ishte një anije. Ajo anija për shkak të erës duke sikur do të shkulej, duke sikur kjo mëngjes nuk e gjen aty anijen. Por kur u ngrita në mëngjes kish dal dielli, anija ishte eksaktësisht aty ku duke sikur do të shkulej nga vendi një natë më përpara prej stuhisë. Dhe fryma e Zotit nisi të më fliste. Kështu jemi ne. Speranca jonë është Jezusi. Dhe për sa kohë, sa do erat e jetës do të çojnë majtas edhe djata, ti ringultas, tek fjala, ti ringultas, tek bariu yt, tek ai që u përbetua në veten e vetë, s'kishte më të madh se vetja për të përbetuar dhe i tha Abrahamit, unë do të bekoj e unë do të të shumoj fort. Duke qenë se jemi pasardhës të Abrahamit, edhe ne ai do të na bekoj fort, do të na shumoj fort, na bëj të jemi të begat. Kështu që le ta mbajmë kurajon sa më lart, ai është qendra, ai është speranca jon. Për 2026 dhe për gjithë ditët e jetës tona. Amen. Po, amen. Jezusi i fashit stuhit. Dhe si që është tema e këtij programi që Perëndia mund bëjë gjithçka të re, në fakt Bibla premton dhe flet për këtë të vërtet, çfarë do thotë kjo për ju? A ka gjithmonë shpresë për fillime të reja? Absolutisht që ka shpresë. Për sa kohë Perëndia jeton, ka shpresë. Unë dua të citoj një 2 vargje që janë fantastike, që flasin për natyrën, për zemrën e vullnetin e Perëndisë. Tek Jeremia 29, vargu 11, në kohën kur populli i Izraelit, populli i Zotit, ishte duke kaluar në një kohë robërie dhe vërtet kohë dhimbje, Perëndia foli një premtim dhe dha një premtim për një fillim të ri për ta, duke ju thënë pikërisht këto fjalë. Unë i njoh mendimet që kam për ty. Janë mendimet mira, jo të së keqes, për të dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Një përkthim tjetër thot për të dhënë ty një fund të kënaqshëm dhe të dëshirueshëm. Ky është Perëndia të cilit ne i besojmë dhe i dha pikërisht popullit Izraelit në atë kohë ku duke sikur nuk kishte më një fillim të ri, nuk kishte më një mundësi të re, Perëndia pikërisht në atë kohë dha këto fjalë, inkurajimi dhe premtimi, ato mbeten të njëjta përsëri sot e kësaj dite. Edhe Bibla fillon nga Zanafilla dhe përfundon tek Zbulesa. Është një varg tjetër gjithashtu që më kujtohet tek Zbulesa 21 vargu 5. Thot, ja ai i cili qëndron në fron, i referohet Jezusit. Dhe thot, ja unë i bëj thot të gjitha gjërat e reja. Më thënë, i bëj të gjitha gjërat e reja, thot dhe shkruaj, sepse këto janë fjalë besnike. Amen. Kjo shpreh mrekullueshëm zemrën, natyrën dhe pushtetin e Perëndisë, i cili është i aftë të bëjë gjërat e reja. Kur i referohet këtij vargu, në kontekst është duke folur që ai do të bëjë të re të gjithë tokën. Qiejt do i bëjë të reja. Imagjino pak që Perëndia këtë botë në cilën ne jetojmë, që është kaq e pasigurt, kaq rrëmuj dhe kaq me lotë dhimbje dhe kaq plag, ta bëj Perëndia, imagjino gjithë botën ta bëj të re, imagjino të bëj qiej të ri. Ai jo vetëm që premton se do t'i bëj, po dhe ka pushtetin për ta bërë. Kjo mua më jep zemër për Shqipërinë tonë, kjo mua më jep zemër për jetën time, jetën tonë, jetën e njerëzve të cilët ne ju shërbejmë. Shqipëria jo në hartë dhe në glob është sa një pikë ujë. Është sa një pikë e vogël. Nëse Perëndia i bën që gjitha gjërat e reja dhe do t'i bëj, ai mund ta bëjë Shqipërinë tonë, ai mund ta bëjë jetën tonë. Dhe ndrimi i vitit nga viti i vjetër në vitin e ri, gjithashtu simbolikisht ne na kujton që Perëndia ynë na i çon syt tek fakti që Perëndia ynë është Perëndi i fillimeve të reja, i mundësive të reja. Asgjë s'është tepër e vështirë për to. Të gjithë bëhen dhe ka një rrugë dalje dhe një rrugë zgjidhje për të gjithë. Nuk ka asnjë situatë tepër të pashpresë që Perëndia nuk mund t'i jap jetë. Ky është Perëndia të cilit ne besojmë.
Amen. Faleminderit për këto fjalë inkurajuese, pastor. Edhe duke qëndruar, duke ju rikthyer sërish realiteti që është sot, ndoshta shumë njerëz po hynë në një vit të ri, të lodhur emocionalisht, të lodhur shpirtërisht. Statistikat janë të frikshme për një rritje të numrit personave që po vuajnë dhe po kalojnë përmes depresionit. Çfarë do t'i thonit një personi që duket sikur barrën e 2025-s do ta marrë me veten 2026-ën? Atëherë, e vërteta është që mu duhet ta rrëfej. Ka qenë një fazë në jetën time që unë kam qenë një prej këtyre njerëzve. Ka qenë në fillimet e mia të adoleshencës, ku kalova një kohë depresive shumë serioze. Dhe e shoh rëndomt në ditët ku jetojmë që njerëzit janë shumë të rënduar psikologjikisht, mendrisht, ka kaq shumë bombardim të veshëve, të syve tona me informacione nga më negativet. Por unë besoj që jo rastësisht, në fjalën e Zotit na thuhet që këto fjalë të jetës që unë t'i kam dhënë, mbaj para syve. Dëgjoj gjatë gjithë kohës, ruaj në qendër të zemrës tënde. Pse? Sepse ne dim që këto janë portat për të hyrë jeta, apo portat për të hyrë shqetësimi, për të hyrë frika. Dhe kur Zoti nisi të merrej me mua, se si të më bënte të lirë, unë besoj që gjithë secili prej nesh, ata që janë duke kaluar sfida të tilla, të cilët ndjehen në prag të një depresioni, apo ju duket sikur nuk ka dritë, apo ju duket sikur nuk ju jep shumë shpresë e ardhmja, duhet i heqim syt nga vetja dhe t'i mbajmë tek ai i cili e mban të ardhmen. Tek ai i cili është dhuruesi i jetës dhe është dhuruesi i shpresës. Dhe të gjejmë kush jemi, sepse unë besoj që ata që kalojnë sfida të tilla, në thelb, në vetvete, vuajnë nga një krizë e thellë identiteti. Dhe ne nuk jemi ajo çfarë bëjmë. Ne jemi ajo çfarë Jezusi ka bërë për ne. Ne vlejmë sepse gjaku i tij thotë që vlejmë, jemi blerë me atë gjak. Ne nuk jemi profesioni ynë, ne nuk jemi identiteti ynë nuk është pastor, kjo është ajo çfarë Zoti na ka thirrur për të bërë, por ne jemi fëmijë të Perëndis. Dhe kur ne gjejmë kënaqësi në atë çfarë jemi në Krishtin, dhe kur ne i mbajmë dhe i ruajmë fort syt, veshët tona, dhe i mbajmë fort në qendër të zemrës tonë, ilaçi i Perëndis që është vetë fjala, do të pastrojë, do të shërojë, do ta mbaj fokusin jo tek vetja dhe tek ajo se si ndihemin edhe sa zi duket, sepse rrethanat ku unë jetoj dhe vendi ku unë jetoj nuk duhet të përcaktojnë as gëzimin tim, as destinacionin tim. Zoti e ka atë të drejtë. Ai ka paguar me gjakun e tij, askush tjetër. Kjo që ai e meriton këtë tagër në jetën tonë. Vlera jon vjen prej tij dhe ne qëndrojmë fort ankoruar aty. Dhe unë mbaj mend kur Zoti nisi të merrej me mendjen time, sepse kjo gjitha është një betejë në mendjen dhe në botën shpirtërore, jo në botën frymore, por në botën shpirtërore. Domethënë janë mendja, emocioni, vullnetet të bëra lëmsh nga situatat, nga mendimet, nga fjalët ndonjëherë që njerëzit mund të na thonë dhe e gjejmë veten, ka dështimet. Sepse ne jemi njerëz dhe ecim, mund të marrim vendime të gabuara dhe bien, ose mund të kemi nisur diçka dhe nuk ka shkuar siç e kemi pritur dhe nëse nuk jemi të fortë në Zotin, jo në veten tonë, do fillojmë të ndjejmë dekurajim, do fillojmë të ndjejmë trishtim, dhe pastaj ajo është me faza dhe ti pastaj gjen veten në depresion dhe nuk ke dëshirë të luftosh më. Unë do t'jap zemrën si dikush që e di çfarë do të thotë. Si dikush i cili e di çfarë do të thotë të ndjesh vetëm, të ndjesh e izoluar nga bota dhe nuk do të luftosh, të ka humbur dëshira për t'i thuar. Ngri syt lart, edhe shikoj që ti nuk je vetëm. Ai e mban të ardhmen tënde dhe ka shpresë se ardhmja jote është e mrekullueshme, ashtu që pastori po thoshte. Nuk ka asnjëherë një situatë kaq të vështirë apo një depresion kaq të thellë që Jezusi nuk mundet të të nxjerrë nga ajo gropa e errësirës. Fryma e Zotit është me ty dhe Zoti do të t'jap sërish krah si shqiponja siç mi dha mua. Kjo që ka shpresë. Unë besoj që do t'i lëm barrat, sepse këto shpatullat tona janë tepër të vogla për të mbajtur barrat e jetës. Nuk janë të dizenjuara për t'i mbajtur, do të na shtypnin. Prandaj i thot, e jani tek unë, ju të munduar dhe të rënduar. Dhe unë thot do t'ju jap shlodhje. Ju më jepni barrat, unë ju jap shlodhjen. Shiko se sa marrëveshje mirë është me Zotin, kjo që pse të shqetësohemi, kur në fakt edhe po u shqetësuam nuk zgjidhim dot asgjë. Po le ta harxojmë atë energjinë tonë duke besu
tek aftësia e Zotit për të na mbajt, Amen. e tek aftësia e Zotit për të na dhënë ditë të bukura e një të ardhme plot dritë. Amen. Ndërsa ky vit po mbyllet, Fatmir dhe Silva, cila është mirënjohja juaj e shprehur me fjalë? Mirënjohja jonë është pafund nëse do numëronim arsyet. Kemi arsye pafund për të falenderuar, për të lavdëruar Zotin. Po, për ta përmbledhur shkurt në këtë intervistë, do thoja për besnikrinë dhe mirësinë e Zotit, që për ne ka lënë gjurmët e veta, vitin që shkoi, po ndër vite, kemi pafund shfaqjet mirësisë Zotit, shfaqjet bekimeve e besnikrisë Perëndisë. Gjithmonë ka qenë me ne, në kohë të mira e në kohë të vështira. Edhe atëherë kur ne kemi menduar sikur jemi vetëm, kemi menduar sikur nuk ka rrugë dalje, nuk ka rrugë zgjidhje, çfarë do bëjmë në këtë? Ky duket si një stacion ku i ka ardhur fundi. Me Perëndin kemi parë që i kishte ardhur fundi me ne edhe për ne, por për Perëndin ishte vetëm fillimi, ishte vetëm një stacion tjetër. Kjo na jep zemër. E na bën mirënjohës përpara Perëndisë. Unë nëse mund të thoja përveç faktit që besnikëria e Zotit gjithmonë me mahnit, edhe që është gjithmonë aty për ne, jam mirënjohë Zotit për njerëzit që ai ka sjell në jetën tonë. Gjithsesi për ne kalon stin të ndryshme, mirë po ti ke nevojë për miq, ke nevojë për njerëz që të duan, ke nevojë për një familje, ke nevojë për diku ku dhe të qash, edhe të qeshësh në kohë të mira, në kohë të këqija. Unë jam mirënjohës së Zotit përveç për besnikrinë, jam mirënjohës së Zotit për bashkëshortin tim, që është shoku im më i mirë, mirënjohës Zotit që e kam shtëpinë plot, fëmijët tan janë një bekim kaq i madh. Tani a ka ditë të vështira që e bëjnë mami Silvën të mërzitet me to? Ka plot. Por unë zgjedh të shoh që nëse këtu ka fëmijë, nëse këtu ka jetë, të tjerat rregullohen dhe në fakt nëse shtëpia vët rrëmuj, nëse mami lodhet, do të thotë që shtëpia është plot. Kjo është shenjë e mirë, duhet dallosh çash duke shkuar mirë. Kjo jam mirënjohës Zotit për burrin tim, mirënjohës Zotit për fëmijët, jam mirënjohës Zotit për kishën që Zoti na ka besuar, për njerëz të bekuar që besnik që na kanë mbajtur krahët dhe na i mbajnë dhe janë besnik, ti je një prej tyre. Ne jemi mirënjohës Zotit për ty, për pastorët tanë. Është bekim për mua. Kemi kaq shumë bekime, që nuk ja vlen të fokusohemi tek ato gjërat që kanë nevojë për ndryshim. Do të ndryshoj avash. Pritim mbajmë sy tek ajo që Zoti tashmë e ka bërë dhe e ka kryer. Amen. Me çfarë zemre po hyni në vitin e ri 2026? A besoni se Zoti ka një plan për Shqipërinë? Po absolutisht që besojmë. Unë edhe përmenda pak më herët atë çfarë Zbulesa 21 vargu 5 thot, që ai bën të gjitha gjërat e reja. Nëse ai do bëj dhe mund të bëj gjithë botën të re, ai mundet ta bëj dhe kombin tonë. Perëndia ne na ka dhënë një mesazh, një fjalë që besojmë se e kemi marrë për Shqipërinë. Nuk na ka dhënë vitin që shkoi, na ka dhënë me vite përpara. Shqipëria do të thirret me emrin e Zotit. Ky mesazh për ne është bërë himni ynë, është bërë vizioni ynë, është bërë fokusi, është ajo që na motivon dhe na shtyn për të shërbyer dhe për të bërë punën e Zotit në këtë komb. Çdo vit që shkon, ne i kujtojmë vetes se jemi një hap më afër këtij ndryshimi të madh, të cilin besojmë se Perëndia e ka për kombin tonë. Nëse ai bën gjërat e reja, sepse do dhe se mundet, ai mund të bëjë dhe realizoj në besnikrinë e vet. Të realizoj atë fjalë drejtësie që ka çliruar për kombin tonë. Me çfarë zemre hy, unë personalisht nuk para këndoj shumë në rreth rrotull në për shtëpi, jo se s'dua, po të gjithë fëmijët më thonë lërja mamit më mirë të këndoj, ti bab më mirë prediko, ti bab merru me ndaj gjë tjetër se e bën mirë, je bab i shkëlqyer, je bekim për ne, po lërja këngën mamit. Kështu që detyrohem që herë pas here të këndoj në zemrën time,
Po është një këngë që më kujtohet shpesh dhe e këndoj. Sepse ai jeton, ka fuqi për nesër. Amen. Sepse ai jeton, nuk kam frikë më. Amen. Sepse e di se ai mban të ardhmen. Amen. Dhe jeta ime sot ka vlerë. Amen. Sepse ai jeton. Amen. Jeta jonë është e lidhur ngushtë me faktin se ai jeton. Për shkak se ai jeton edhe ne jetojmë dhe do ta gëzojmë e jetojmë jetën e bekuar që ka për ne dhe të jemi sa do pak bekim edhe për tjerë. Amen. 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 A do të kishit një mesazh për të krishterët në kohët në cilat ne jemi duke jetuar? Jetojmë kohë interesante, kohë çuditshme, disa thonë kohë të bukura? Po ajo që do i thoja të krishterëve është nënshtrojeni veten Perëndis dhe vullnetit tij. Dhe kështu do t'ju bekohet jeta. Është më mirë të zgjedhim llojin e jetës që ka ai për ne, se sa të kërkojmë të kemi jetën tonë. Mendimet që ai ka për ne janë më të larta se sa mendimet tona për veten. Jeta që ai ka, planet që ai ka, janë shumë më të larta, shumë më të mira se sa edhe ëndrat më të çmendura që ne mund të kemi për veten tonë. Le t'ja dorëzojmë zemrën, jetën tonë, atij dhe vullnetit tij, dhe kështu do t'jemi ne të bekuar, por gjithashtu do mahnitemi se sa shumë njerëzit do të bekohen nga jeta jonë. Dorëzimi ynë, një nga sfidat që ne shohim si pastor, është nga ana e Perëndis të na sjell në pikën ku ne ta dorëzojmë veten, ta dorëzojmë jetën tonë. Ai ka diçka shumë më të madhe, shumë më të mirë për ne. Ai mund të bëjë diçka shumë më të madhe, shumë më të mirë përmes nesh, se sa ne vetë. Le t'ja dorëzojmë zemrën Zotit, veten e vullnetin e tij, atij këtë vit, dhe do mahnitemi çfarë ai do të bëjë përmes nesh dhe në jetën tonë. Teksa unë mendoj për këtë pyetje që ti sapo na bëre, mua më kujtohet historia me dy bujqit. Ishin dy bujq të cilët ishin duke ju lutur Zotit për shi. Të dy ishin duke ju lutur kohë dhe pa kohë sepse kishin nevojë për shi. Mirë po, njëri prej tyre jo vetëm që lutej, por ai bëri gati arën e tij. Dhe unë besoj që ne jemi në një stin ku Perëndia nuk është duke kërkuar për aftësitë tona, është duke kërkuar për zemra të nështruara, për zemra që janë të gatshme ta lënë veten në altarin e Zotit dhe të bëjnë gati arën e vet. Të heqim ato gurishtet, të heqim ato rrënjët e këqija, të heqim ato barin që nuk supozohet atë egjër nëse në kam birë diku. Që do të thotë, plani që Zoti ka për këtë kom ka nevojë për ty, ka nevojë për mua. Mirë po Zoti do përdori ata që do të gjenden të gatshëm për punën e tij. Kështu që ne të gjendemi të gatshëm, le të merremi me jetën tonë. Dhe unë shikoj këtë vitin e ri, më pëlqen që kur fillon është fundi i dhjetorit, më pëlqen gjithmonë të kërkoj fytyrën e Zotit, të kërkoj çfarë ai ka për këtë vit, çfarë ai do që ne të fokusohemi, që të dimë se ku po shkojmë dhe ku po ecim. Dhe unë besoj me shpirt që Zoti është duke ngrit një brez besimtarësh, që nuk do ta kenë mendjen tek vetja e tyre, po kanë vetëm një mision, dhe ai mision është të shkëlqejë Zoti përmes tyre. Sepse jetojmë në një kohë ku duket sikur që ne shikojmë në televizor apo në për ekrane, në rrjetet sociale, nuk është ajo krishtrimi. Krishtrimi fillon aty ku shef kush kur ti je në gjunjë. Fillon aty ku ti le jetën tënde për të shpëtuar jetën e dikujt tjetër. Fillon aty ku ti shkon për të fshirë lotët e dikujt, ku ti je përgjigjja e lutjes dikujt, ku ti shpëton jetën dikujt i cili do t'i japi fund jetës vet sepse ka humbur shpresën. Dhe kjo nuk ndodh në ekran. Kjo ndodh në jetën e përditshme. Kur ti rre i lidhur ngushtë me të, Zoti do të të thotë, shko, kam nevojë për ty këtu, kam nevojë për ty këtu. Dhe kjo është një mënyrë e cila do të ndryshojë jetë pas jete, individ pas individi. Ne do ta gjejmë veten një ushtri e madhe, shumë e madhe, ashtu siç na thuhet që profeti tha, i Zoti i tha, a mund të jetojnë këto kocka? Edhe ai tha, Zot ti e di. S'kishte faj, kur pa që ishte ara plot me të vdekur dhe vetëm me eshtra, normalisht e tha Zot ti e di, se tjetë për mua, unë s'kam qa bëj. Dhe i tha, fliti.
Dhe unë besoj që është koha për të folur, është koha për të bërë gati jetën, për të bërë gati zemrën, për të shenjtruar e lënë jetën tonë më njanë tek altari i Zotit, dhe të thuar Zot më dërgo mua, jo vetëm me fjalë. Se kemi shumë thjesht të dielave ku këndojmë në kish që Zot më ço deri në fund të botës, Zot më përdor mua, derisa Zoti thot do ta lesh jetën tënde për mua, do të lesh ëndrat e tua të përqafosh të mijat, dhe kur ti le gjithçka tënde për të marrë të tijat, aty fillon ndryshimi i shtëpisë tënde, i fisit tënd, i punës tënde, i kombit tënd, qytetit tënd. Ti je përgjigja për dikë. Kjo që unë kështu e shoh, që të bëhemi gati si ai bujku të pastrojmë. Amen. Gjithçka që ka nevojë, që Zoti na shikoj si endë përdorshme në duart e tij. Amen. Ju jeni një çift me zemër të madhe që pa diskutimi doni njerëzit, e doni kombin shqiptar, e doni Shqipërinë. Cila është lutja juaj për 2026-ën, për çdo shqiptar që po na ndjek në këto momente? Po lutja jonë është pikë pari shumë me thjeshtë. Që drita e ungjillit jetës, drita e fjalës Zotit të ndriçojë zemrat e çdo shqiptari. Lutemi që Perëndia t'i ndriçojë sytë e mendjes së çdo shqiptari që të kuptojnë se vetmja rrugë shpëtimi është në Jezus Krishtin. Amen. Ai është udha e vërteta dhe jeta. Nuk ka asnjë udhë tjetër, asnjë mënyrë tjetër për t'ju afruar Atit Perëndi, për të marrë llojin e jetës që Perëndia ka. Atë ka caktuar Perëndia që t'jetë ndërmjetës mes tij edhe njerëzimit. Dhurata më e madhe që Perëndia ka dhënë për njerëzimin është biri i tij, është Jezus Krishti. E di që jemi duke folur për vitin e ri dhe duket sikur pak më herët kemi festuar lindjen e Krishtit. Po çfarë kohe e mrekullueshme, çfarë muaj festiv të kujtojmë atë çfarë Perëndia ka bërë për njeriu. Kjo është lutja jonë që njerëzit, çdo shqiptar të kthehet tek Zoti, të vijë tek Zoti. Askush do ta zëvendësoj, askush nuk mund t'jap, askush nuk mund bëj atë çfarë Perëndia jep dhe bën në jetën e dikujt që ja hap zemrën dhe e fton t'ja ndryshojë jetën. Perëndia të cilët ne i besojmë nuk është tiran, nuk është uzurpues, ai ka dhënë vullnetin e lirë njeriu. Çdo shqiptar ka vullnetin e lirë për të besuar, për ta mohuar, për të ndjekur udhën e tij, për të mos ndjek udhën e tij. Lutja jonë është që të bëjnë zgjedhjen e duhur këtë vit. Dhe si komb, po të shohim në histori, ne kemi pasur plot raste kur kemi bërë zgjedhjen e duhur, ku i kemi hapur derën Perëndis dhe kemi zgjedhur të besojmë. Kemi edhe stinë dhe kohë të errta ku kombi ynë, kur u vendos me kushtetut që të mos besohet në Zot, që të mos besohet tek Perëndia. Dhe ne dim pasojat e një veprimi të tillë, pasojat e një vendimi të tillë në kombin tonë. Skamja, varfëria, izolimi dhe errësira që mbuloj kombin tonë. Lutemi që të mos kthehen më stinë dhe kohë të tilla. Por ne njohim dhe dim duke njohur shkrimet se i shërbejmë Perëndis për kaq vite, ne e dim që vendimi i kombit tonë, vendimi që njerëzit marrin për të përqafuar Perëndin dhe besimin tek ai, i hapin derën bekimit, i hapin derën mbrojtjes, sigurisë e begatisë. Kombi ynë ka nevojë për Perëndin. Dhe lutja jonë është që njerëzit e Zotit ta predikojnë këtë sa më me za, po lutja jonë është që çdo shqiptar të kthehet dhe të besojë. Gjithashtu, nëse mund të shtoj diçka, një nga gjërat që më kanë më shumë zemra, të dyve ne, është që ky komb ka nevojë që trupi i Krishtit të jenë një së bashku. Ne jemi një familje, ne kemi të njëjtin Zot, kemi të njëjtin mbret, dhe kombi ynë më shumë se sa kur ka nevojë që ne të jemi bashkë. Të luftojmë krah për krah njëri tjetrit, në lutje, në mbështetje ndaj njëri tjetrit. Ne do të kalojmë përjetësinë bashkë dhe nëse ka një lutje që e bëjmë me zemër, është që ta shoh trupin e Krishtit, sepse kur ne jemi të fortë, do të ndikojë në Shqipërinë, do të ndikojë në ligjet e shtetit tonë, do të ndikojë sa më shumë ne të bashkuar dhe në unitet me njëri tjetrin, aq më shumë kjo dritë do të
do të preki këdo që të tjetë rreth nesh. Dhe ne jemi jo vetëm temperatura, ne do të jemi termostat për këtë komb. Le të jemi termostat, ata të cilët nuk kanë turp për ungjillin e Krishtit, ata që, ashtu si shkrimi na thotë që nëse ne ulemi, kërkojmë fytyrën e Zotit, i lutemi, ai do të na dëgjojë nga qielli dhe do të shërojë tokën tonë. Po kë dëgjon Zoti? Ata që janë një mendje e një zemër e vetme dhe kanë një mision të përbashkët që është Jezusi. Kështu që kjo është lutja e zemrës time për këtë vit. Amen. Unë ju falenderoj nga zemra. Gjithë mesazhi që sollet sonte, tani ka folur kaq shumë zemrës time, po jam e sigurt edhe gjithë atyre që na ndjekin këtë mbrëmje. Unë ju falenderoj nga zemra dhe lutem vërtet që 2026 të jetë një vit i bekuar për ju, për familjen tuaj, për kishën tuaj, për gjithë kombin shqiptar. Faleminderit shumë dhe lutemi që bekimi i Zotit të jetë mbi atë mision që ju keni nisur, Faleminderit. që kjo radio apo ky televizion shkon atje ku ndonjëherë nuk kanë mundësi të shkojnë të gjithë, dhe të jetë një mesazh shprese dhe të jetë një zë shprese në çdo kohë. Zoti ju bekoft. Amen. Faleminderit shumë. Faleminderit. E mbyllim më të bukur, po e lë që ta gjykoni ju. E lëm 2026 në duart e Zotit, edhe shpresa jonë dhe sy tanë le të drejtohen tek ai duke shpallur me besim se po, ai mund të bëjë gjithçka të re. Gëzuar 2026.